Aktivitetet për shënimin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të komunës së Dragashit, nisën me seancën solemne në Kuvendin Komunal, ku kujtua me respekt sakrifica e brezave për liri, duke nderuar veçanërisht dëshmorët e komunës, të cilët mbetën themeli i lirisë dhe krenarisë sonë. Kjo ditë përfaqëson një moment të rëndësishëm në historinë tonë kolektive, një ditë që shënon përmbylljen e një periudhe të rëndë dhe hapjen e një kapitulli të ri të lirisë, paqes dhe ndërtimit të shtetit dhe institucioneve demokratike. Me respektin më të thellë dhe mirënjohjen më të sinqertë, ne përkulemi sot para sakrificës së dëshmorëve të kombit, të cilët me jetën e tyre u bën themel i lirisë sonë. Kur të gjitha rrugët parsore u mbyllen, djemtë dhe vajzat më të mira të kombit ju përgjigjen thirrjes së dheut përmes ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lufta heroike e komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjes së tij në Prekas u bën simbol i sakrificës supreme për liri dhe frymëzim i pashuar për të gjithë popullin tonë. Doprinos svih shehida koji su doprinijeli da mi danas obeležavamo ovaj sretan dan za našu opštinu. Poštovani, još jednom čestitam ovaj sretan dan za našu opštinu. Hvala. Do të ruajmë me nder trashëgiminë e tyre. Do të kujdesemi që brezat e rinj të njohin historinë, të respektojnë sakrificën dhe të ndërtojnë një të arme të denjtë për idealen për të cilin ranë dëshmor. Le të mbetet 12 qershori jo vetëm një datë në kalendar, por një kujtesë e përhershme se liria kërkon përgjegjësi, unitet dhe përkushtim. Lavdi dëshmorëve të kombit, nderim të përjetshëm luftëtarët e lirisë, urime dita e lirisë së Kosovës. Më pas, krerët e institucioneve lokale, së bashku me familjarët e dëshmorëve, veteranët e luftës, përfaqësues institucional dhe qytetar, kryen homazhet e shtatoria e komandantit legjendar Adem Jashari dhe pranë varrezave të dëshmorëve në Dragash dhe në fshatin Buqe, duke përkujtuar me nderim ata që dhanë jetën për liri. Shënimi e kësaj dite të rëndësishme u përmbyll me një program artistik të përgatitur nga Shoqëria Kulturore Artistike Bresana.